Gazi i lëngët propan butani merret nga pjesa e mesme e kolonës dhe nga fundi merren mbetjet e cila mund të ketë fraksione C5 të hidrokarbureve mbi C5 që janë fraksione të benzinës. Pas kësaj, gazi nëpërmjet tubacioneve është gjithmonë në gjendje të gaz. Është në gjendje të gaz, nëpërmjet me tubacioneve ose me presionin e shtyrjes nga poshtë. E shtyrjes të vetë vendburimeve kalon në impjantet e lëngëzimit të gazit. Lëngëzimi i gazit është gjetur si një metodë shumë e favorshme për arsye se atje ku nuk është e mundur që të shkojnë tubacionet, ose në ato vende ku ka probleme geopolitike, mund të shkohet me anije. Anijet e gazit janë futur sot shumë në modë, edhe pothuajse në shumë vende të botës janë ndërtuar terminale të gazit lëngëzuar, të gazit natyror të lëngëzuar. Gazi natyror i lëngëzuar ka një pikë kur lëngëzohet në presionet larta, ka një pikë vlimi minus 162 gradë. Pra që ta kthesh në lëngë gazin natyror, duhet që ta ulësh temperaturën deri në 162 gradë. E cila ka kosto. Patjetër që kap kosto. Pas kësaj, ky depozitohet në rezervuar. Rezervuarat janë të presionit të lartë? Rezervuarat nuk janë të presionit të lartë, këtu ku jemi neve kur është i lëngëzuar. Aty, edhe mbahet në për rezervuar që janë të termoizoluar mirë, sepse gazi lëngët, me ndryshimin e kësaj temperature, që nga pika e nisjes deri në pikën e mbritjes ka shumë humbje. Humbje ka avullime për shkak të ruajtjes së temperaturës. Temperatura në këto anije që janë me dhoma, janë bombola të mëdha, edhe që janë të termoizoluara, ruhet në mënyrë automatike. Është principi bazës siç kemi neve frigoriferin në shtëpi. Më fal, një kuriozitet që e kam edhe unë. Këto bombola të mëdha janë të ftohura apo jo? Të ftohura, ruhet në gjendje të ftohta, punon atje me fjalë ai gazi. Do të thonë ato bombolat janë frigorifer të mëdhenj, thonë. Po, frigorifer të mëdhenj. Ato gazi që krijohet nga humbjet, aty me fjalë, sepse që të marrësh të përdorësh gazin e lëngët, duhet të harxhosh një edhe të marrësh 3. Pra kuptohet që humbjet janë shumë të larta. U rrit me njëherë 30% çmime. Megjithatë kostoa e prodhimit të gazit të lëngëzuar, për mendimin tim vazhdon të ngelet shumë e ulët, edhe mendoj që gazi, siç mendohet që të vi gazi lëngët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot për sot, pavarësisht se çmimet janë të larta, e konkuron çmimin e gazit rus. Pra, një minutë, e lirë shkripa në Durrës, po e haqi raja e rrugës, thonë. Çmimet e transportit janë rritur me 900% sot. Aq më tepër këto transporte specifike. Dhe sot ka një problem që gazi shitet në bazë të çmimit të bursës, nuk shitet në bazë të se mund ta kem të lirë unë, po s'kam se e shes të lirë. Gjithashtu, me sa kemi biseduar, më keni thënë që ky gaz, mbasi vjen, ka një proces tjetër që kthehet nga i lëngshëm në gaz, apo jo? Patjetër ka një proces që ashun. Këto anije që bëjnë transportin e gazit, gazi futet në mallrat e rrezikshme, me rrezikshmëri të lartë. Edhe janë anije që që kanë kërkesa teknike të shtuara, sepse dhe vetë transporti që bëhet me fjalë për në vendet që do marrin është transport special. Këto bomlat, këto dhomat e gazit, këto mbushen me rreth 70% të kapacitetit, edhe zakonisht shpejtësia tipike e lëvizjes së këtyre anijeve është 35
dhe në 40 km/h. Pra, duhet bësh llogari që në qoftë se do të marrësh nga një vend i largët kohën e furnizimit me gaz. Anijet që transportojnë gaz të lëngat sot janë me kapacitete shumë të larta. Vetëm në vitin 2020 u shtuan numri këtyre anijeve arritin në 500, edhe kapacitetet e tyre lëviz nga 160.000 m3 deri në 250.000 m3. Të lëngët, gjithmonë. 250.000 m3 të lëngët. Të lëngët, gjithmonë ai lëngët transportohet. Më falë, nga gaz i lëngët, sa m3 gaz? Në kushte ky volumi i tij ulet 600 herë. 600 herë. Me fjalë, për të kthyer në lëng, ai volumi tia ulet 600 herë. Me fjalë do kesh 600 m3 gaz kështu për të marrë 1 m3 gaz të lëngët. Ndërsa ky gaz i lëngët që përdorim neve për familje, ky e ka 250 herë volumin, pra propan, butani. Metani, etani është ndryshe. Ka kosto të tjera gazifikimi, do me thënë nga i lëngët ta kthesh në gaz?